Demokratët i kanë kushtuar vëmendje të veçantë të çdo detaji të projektligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur edhe si ligji i vettingut. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë nxjerrë një sër çështjesh që tashmë janë në tryezat e ekspertëve të gjitha palëve, të cilat janë të përfshira në këtë proces. Demokratët i kanë kushtuar vëmendje të veçantë çdo detaji të projektligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur si ligji i vettingut. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë nxjerrë një sër çështjesh që tashmë janë në tryezat e ekspertëve të gjitha palëve të përfshirë në këtë proces. Ku theksohet që në fillim se aspektet më problematike të përmbajtjes së projektligjit nisin që me tekstin e projektligjit, i cili thuhet se nuk daton procedurën e përzgjedhjes dhe emërimet e anëtarëve të organeve të vettingut, si dhe procesin e vlerësimit të kandidaturave, duke kështu këtë proces në diskrecion të organeve të përfshira në procedurë. Kjo sipas demokratëve vjen në kundërshtim me delegimin që ka bërë pika 12 e nenit C të aneksimit të amendamenteve kushtetuese. Duke u ndalur tek roli i operacionit ndërkombëtar të monitorimit dhe vëzhguesve ndërkombëtar, ekspertët e Partisë Demokratike shprehen se ai duhet të jetë në përputhje me ndryshimet e reja kushtetuese, që i koncepton ato si rojtar që sigurojnë në veçanti transparencë, ndërsa kompetencën vendimarrëse e lë në duart e organit të brendshëm. Nga ana tjetër, projektligji nuk detajon rastet e përjashtimit të kandidatëve nga komunikimi, në mënyrën dhe arsyet e këtij përjashtimi, si dhe të drejtën e ankimit për përjashtim. Në argumentet e ekspertëve të Partisë Demokratike thuhet se në projektligj roli aktiv dhe përcaktues që kanë organe të kontrolluara apo në varësinë e pushtetit ekzekutiv, pasi ai sjell kontroll tërësor të kryeministrit në të paktën 2 nga 3 kompetentët e procesit të rivlerësimit. Demokratët shprehen se gjithë procesi i vlerësimit të pasurisë dhe kontrollit të figurës duhet të rikonceptohet në mënyrë që të japë të gjitha garancitë e nevojshme që do të arrihet rezultati i pritshëm. Masa e jashtëzakonshme e rivlerësimit duhet të zbatohet ekskluzivisht nga organet e posaçme të vettingut, pas një lloji roli aktiv të organeve ekzistuese, të kontrolluara apo në varësinë e kryeministrit.